Si fillim unë kam parë prindrit e mi, më thënë babin, gjyshin, çunat e xhajës babit, xhajat e babit, cilët janë marrë me këtë zanat që në vogli. Dhe duke parë më të rriturit dhe kur je i vogël mundohesh ti kopjosh. Sigurisht, jo në mënyrë perfekte, mua më ka dashur rreth 2-13 vite që ta perfeksionoj këtë profesion, sepse kur je më i vogël është më e vështirë ta kapësh, kurse kur je më i rritur, mund ta kapësh edhe për 1 vit ose 2. Por gjithsesi, kjo është një teknikë shumë e vështirë dhe shumë mijëravjeçare, që është traditë e fshatit fare. Procesi i bërjes së objekteve nis gjithmonë njësoj. Pra merret një masë balde, në varësi të objektit që do të ngresh, nëse do ta bësh qyp për shembull në mallsinë kaq të madhe, normalisht që do shtosh më shumë masë balde. Shumica e njerëzve kur e shohin si fillim u duket shumë e thjeshtë, por kur futen këtu pastaj gjithçka vështirësohet. Në stinën e dimrit balda është edhe shumë e ftohtë, është gati në temperaturën e ajrit në base edhe më e ftohtë. Më duket sikur po prek akull, unë do mundohem që tani të krijojmë një objekt gjithashtu tradicional të Farkës, që është vorbla ose vorbarja.